Zëvendës kryeministria dhe ministra e infrastrukturës Belinda Balluku ka bërë të ditur se brenda vitit 2026 do të nisë ndërtimi i portit të ri në Porto Romano, një projekt strategjik për rajonin. Ajo theksoi se dokumenti zhvillimor është përgatitur me ndihmën e një prej kompanive më të mëdha ndërkombëtare dhe se gara për portin do të mbyllet më 31 janar. Sipas Ballukut, brenda 3 vitesh, porti i ri do të jetë gati për të shërbyer Shqipërisë dhe të gjithë rajonit. Do të nisja nga projekti madhor që prej kohësh të gjithë ju me në krye drejtorin tuaj, ose më sakt fillimisht me Piro Vëngun, që sot është Ministri i Mbrojtjes dhe më pas me Kreshnik Bajraktare, keni nisur një proces të gjatë. Një proces të gjatë i cili do të përfundoj para vitit 2030 nga që janë të gjitha gjasat, ashtu dhe siç parashikohet në vizionin e Shqipërisë 2030 në strategjinë për zhvillimin e sektorit detar. Ne kemi nisur prej kohësh, do të thoja vitesh tashmë, një plan zhvillimi të një porti të ri në afërsi të Durrësit, duke qenë se lokacioni është strategjik, duke qenë se Durrësi është një pikë referimi për të gjithë rajonin, por sigurisht me rritjen e një qyteti turistik me vlera të mëdha, të mbartura nga kohët e antikitetit, pasi ka pak vende në Europë ku një amfiteatër 3000 vjeçar ndodhet kaq afër zemrës së qytetit, por edhe të portit. Për këtë arsye dhe për gjitha ankesat që ne kemi marrë ndër vite, për sa i përket zhurmës, trafikut, nga automjetet e rënda që aksesojnë portin, por nga ana tjetër edhe ndotjes mjedisore që vinte nga shkarkimet e anijeve të mallrave gjenerale apo dhe të kontenerëve, sigurisht me një punë shumë të detajuar dhe me mbështetjen e një nga kompanive më të mëdha në Europë, Royal Haskoning, një kompani ekselence në sektorin detar, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Autoriteti Portuar i Durrësit, ka arritur që të ketë një dokument të jashtëzakonshëm që parashikon dhe pararend duke dizenjuar të gjithë hapat për ndërtimin e këtij porti të ri në Porto Romano. Zëvendës kryeministria ka prezantuar dhe kreun e ri të portit të Durrësit Liburna Liun. Numri 2 i qeverisë Rama ka treguar detaje se si Liburna Liu u prezantua prej saj për të kontribuar në Shqipëri. Në fjalën e tij pas prezantimit, njëherësh ministre e infrastrukturës Belinda Balluku, Aliu e konsideroi portin e Durrësit port për të gjithë shqiptarët. Jam shumë i nderuar që jam sot këtu dhe jam i nderuar nga qeveria e Republikës së Shqipërisë, nga zëvendës kryeministria Balluku për një detyrë që më është dhënë e që më është besuar e që është mjaft sfiduese. Porti i Durrësit vërtet nuk është port vetëm i Republikës së Shqipërisë, është port i gjithë shqiptarëve, është port i rajonit, është port që sot Kosova po thuj pjesën dërmuese të mallrave po e merr përmes portit të Durrësit, mbas edhe këtu gati po thuj gjysma e mallrave që shkojnë drejt Kosovës, nëpër rrugën e kombit, një pjesë e madhe shkon drejt Maqedonisë, dhe është e domosdoshme që ky port të modernizohet në shkallën që të jetë sfidues dhe të jetë konkurrent për gjithë rajonin. Për të realizuar kjo, është e domosdoshme që të shihet pikërisht në aspektin gjeopolitik, të shihet Maqedonia e Veriut, në veçanti edhe Kosova, si pika prej ku mallrat do shpërndahen në të gjithë rajonin. Brenda 2026 do të niset dhe ndërtimi i ri i Porto Romanos dhe për 3 vite ky port do të ketë mbaruar, një port që do i shërbejë Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës gjithashtu. Brenda 2026 do të nisë ndërtimi për portin e ri Romano dhe për 3 vite ky port do të jetë dorëzuar, një port që do të i shërbejë Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës.